Fjalët e urtatë. Jahwe, kur flet për urtësinë e tia, integritetin, themelet që neve kemi nevojë, fjalën e tia, thotë më zotëroj që në fillim të rrugës së tia, të mënyrës së atit, të sjelljes së tij të përsosur, të themeleve të tia, të thot një komb, një familje ka nevojë. Për këto ka nevojë lavdërimit të tia. Dhe masandaj thot ishte vendosur që në kohët e tia të lashta dhe që nga përjetësia që në fillim përpara se toka të ekzistonte. Urtësia e atit, ajo fjala dëbar e folura, ajo fjalimi, fjala e tij që ati ka brenda në tërësinë e tia dhe kur ai flet, ajo fjalë e përjetshme del nga goja e tia dhe krijohen gjërat nga hiçi dhe ato kur ati flet nuk gabon. Për disa nga ne që jemi në Tiranë apo përtej në Shqipëri. Kur ati foli urdhërimet e tia, tha janë të përjetshme. E thot Psalmi 119, e thot Vejtë numrat 15, e thon në festat e tia biblike që janë të përjetshme në Levitiku 23 dhe në Eksodi 12. Kur ati foli, nuk gaboi, nuk ndryshoi sjelljen e atit. Nuk është në këtë rast njeri që mund të gënjejë apo biri njeriu që mund të pendohet. Nuk ka ndryshuar karakteri i tia. Për ato vite, faktën 4000 vjetë të një strukture themele të shëndosha që para se të vinte Mesia, praktikuan ligjin e përsosur të atit. Masandaj ati tha që kjo strukturë do hiqet për dike, po e kemi hequr neve, me mësimet, me kredit, me çdo gjë që të gabuar që na janë thënë për vite dhe vazhdojmë të implementohemi në atë strukturë. Fryma e shenjtë vjen që ne të zbatojmë urdhrimet e atit. Fryma e shenjtë në zemrën tonë vjen që ne të ecim në rrugët e atit, të mësojmë fëmijëve, të mësojmë një familje të shëndoshë, sepse e dimë që doktrina e shëndoshë është vendosur nga ligji i mirë i përsosur i atit dhe vihet ai ligji i mirë i përsosur kundra çdo gjë që ngrihet kundra doktrinës shëndoshë. Pikërisht në fjalët e urta 4:2 thot ati vetë që po ju jap një doktrinë të shëndoshë. Doktrina çfarë është? Një mësim, një udhëzim, urdhërimet, integritetin që neve kemi nevojë të shëndoshë për një mendje të shëndoshë, për një shoqëri të shëndoshë, për familjet tona të shëndosha.